Ndryshimi mes listës së hapur dhe të mbyllur është që në listën e mbyllur nuk arrin dot të votosh për kandidatin që do. Dhe në sistemin shqiptar që ne kemi, 1/3 e listës është e mbyllur, pra ne nuk do ta dimë sa vota marrin ata kandidat. Në listën e hapur ti mund të zgjedhësh cilin kandidat do të votosh dhe ne mund të shohim sipas renditjes se cili është kandidati ose kandidatja e cili ka marrë më shumë vota. Me listën e hapur ne kemi një përgjegjësi më të madhe të kandidatëve ndaj votuesve sesa me listën e mbyllur, sepse në këtë rast kandidatët i përgjigjen më shumë partisë dhe logos që i ka vendosur ata. Një nga arsyet kryesore për cilat një pjesë e mirë e premtimeve që thuhen gjatë fushatës elektorale nuk mbahen, ka lidhje edhe me mos publikimin e tyre, edhe me euforinë që është gjatë fushatës zgjedhore për të premtuar sa më shumë. Ajo që qytetarët duhet kërkojnë është sa më shumë transparencë, sa më shumë premtime të cilat të jenë të kostuara me buxhete dhe premtime të cilat të jenë serioze dhe jo euforike. Sepse marrëdhënia me partitë politike, votues parti politike, në fakt është një marrëdhënie besimi. Pikërisht prandaj nuk ka një ligj të veçantë i cili dënon mosmbajtjen e premtimeve, por janë votuesit ata që dënojnë mosmbajtjen e këtyre premtimeve duke mos ia dhënë votën në vijim këtyre partive politike të cilat nuk i kanë mbajtur premtimet e tyre elektorale. Transparenca e burimeve financiare dhe financimit të kandidatëve dhe të partive politike është një gjë që ne kemi kërkuar prej kohësh. Legjislacioni është përmirësuar, ka disa detyrime tashmë të reja për të raportuar, por një nga gjërat që po kërkojmë dhe që duam ta fusim në legjislacion është pikërisht shpenzimet live gjatë kohës së fushatës zgjedhore, ashtu siç e kanë shumë vende të ndryshme të botës. Dhe nga ana tjetër, kontrolloni në Shqipëri duhet që secila faqe e partive politike të ketë një seksion në të cilin deklaron shpenzimet, jo vetëm gjatë fushatës, por edhe shpenzimet vjetore. Në të gjitha vendet e botës ndodh kjo, në Shqipëri fatkeqësisht asnjë parti politike nuk e ka në websajtin e vet këtë informacion. Kjo në fakt është një nga kauzat kryesore për të cilat ne luftojmë që prej më shumë se 16 vitesh dhe jemi besim plot që vajzat dhe gratë do të kenë pozicionet e tyre të leadershipit në politikë dhe në vendimarrje. Duhet ta fillojmë duke krijuar shanse të barabarta, jo vetëm kuota të pjesëmarrjes, po akses të barabartë në financa, më pak dhunë me bazë gjinore në politikë dhe të gjitha këto hapa të mbështetjes reale dhe të shanseve të barabarta jam e sigurt që do t'u japin mundësinë atyre të jenë edhe presidente, edhe kryeministre, duke bërë politikën më përfaqësuese dhe më të barabartë.